Në mbledhjen e parë të komisionit të ekspertëve për madje të territorit, një numër jo i vogël i karrigeve mbetën të zbrasta. Kjo pasi që asnjë prej përfaqësuesve të 3 subjekteve opozitare nuk morën pjesë e nuk i dërguan as ekspertët e tyre. Nuk qenë të pranishëm as kryetari Deçanit dhe ai i Junikut, si dhe përfaqësuesit e zonës së Rrugovës. Kryeministri Sa Mustafa tha se detyre këtij komisioni është që të bëjë matjen e territorit Kosovës para 25 gushtit 2015, kur u nënshkrua marrëveshja me Malin e Zi. Sipas tij, komisioni do të punojë në mënyrë të pavarur. Si qeveri nuk do të japim udhëzime se si të punon komisioni, sepse konsiderojmë që komisioni është profesional dhe ne do të dalim plotësisht në kompetencë dhe në përgjegjësi të komisionit që të përcakton kriteret, metodologjinë dhe teknikat e matjes së territorit. Dhe raportit cilin ju do ta bëni përfundimisht do ta aprovoj Qeveria e Republikës Kosovës dhe këtë raport pastaj me këtë raport do ta njoftojmë Kuvendin e Republikës Kosovës dhe qytetarët e Republikës Kosovës lidhur me territorin cilin ne e kemi tani dhe territorin cilin ne kemi pasur para datës 25 gusht të vitit 2015. Kreu i ekzekutivit, Mustafa, vuri në panevojën e madhe për të ditur të vërtetën pas matjes së territorit të vendit. Edhe bashkia ndërkombëtare do ta di se cili është territori i Republikës Kosovës, i asaj republike ose atij shteti që ata e kanë njohur ndërkombëtarisht. Është mirë që mos të krijohet ndonjë konfuzion dhe të sqarojmë gjërat, është mirë themi edhe për ata që kanë pas mendimet ndryshme, edhe për gjithë qytetarët që të sqarohen, dhe fjala është vetëm për një nevojë që ne ta kemi një përgjigje të saktë, dhe kjo përgjigje e saktë unë mendoj se është e dobishme për gjithë. Edhe kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hivzi Islami, i cili me propozim të kryeministrit Mustafa do ta udhëheqë këtë komision, u shpreh se komisioni do të qëndrojë larg animeve politike dhe do të heqë dilemat rreth territorit. Do të punojë në favor vetëm të një komponenti, të së vërtetës, dhe me këtë të heqjes së dilemave rreth mallësisë territoriale të Kosovës para 25 gushtit 2015 dhe pas nënshkrimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare midis Kosovës dhe Malit Zi. Komisioni ka për detyrë vetëm të bëjë matjen e territorit të Republikës Kosovës përkatësisht të secilë zonë katastrale dhe komunë administrative. Komisioni do të qëndrojë larg ndikimeve dhe animeve politike, partijake të grupeve të interesit. Në komisionin e ekspertëve për matje të territorit veçtjerash morën pjesë kryetari i PEJ-s dhe ai i Stogut. Komisioni e vazhdoi më pas mbledhjen pa praninë e mediave.